الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gjitha falënderimet, lavdrimet qofshin për Allahun, krijuesin e botrave, salavatet, selamet, përshëndetjet tona qofshin për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin sinqerisht rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahu xhalla xjalaluhu në një ajet kuranor thot: "Qul la ya'lamu al-ghayba man fi as-samawati wal-ardi illa Allah." Qul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ardi al-ghayba illa Allah. Thuaj o Muhammed, të mshiftën çka kanë qiell dhe në tokë nuk e di askush tjetër pos Allahu xhalla xjalaluhu. Do me thonë që gajbi e mshiftja e ardhmja Allahu xhalla xjalaluhu e din. Askush tjetër nuk e din pos Allahu xhalla xjalaluhu. Allahu xhalla shanuhu është ai i cili e din. Askush tjetër nuk mund ta din se çka do të ndodh nesër, ku do të vdes nesër, çka do të han nesër, apo ku do të shkojsh nesër. Ndoshta ti bën plane të ndryshme, mirë pa Allahu xhalla xjalaluhu i prish ato planet. Allahu xhalla xjalaluhu i prish ato planet dhe nuk mundet njeriu me e ditat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vezër thot: ku shkon tek magjistari dhe e pyet diçka atë magjistarin, namazi i tij nuk do t'i pranohet 40 ditë. 40 ditë namazi nuk do t'i pranohet nëse njeriu shkon dhe e pyet magjistarin. Ne do ta kemi besimin e pastër te Allahu xhalla xjalaluhu. Nuk ka nevojë njeriu me shku me pyet magjistarin se çka do të bën, puna e tij si do të shkon, biznesi i tij si do të shkon, a do të fiton apo nuk do të fiton. Allahu xhalla xjalaluhu është ai i cili e din atë. Allahu xhalla shanuhu e din kujt me i dhon bereqet dhe kujt mos me i dhon bereqet. Allahu xhalla shanuhu e din se kur duhet ndihma e tij e robit, ndihma ndaj robit, e jo me shku tek magjistari dhe me kërku ndihmë prej magjistarit. Kjo është për atë njeri i cili vetëm e pyet magjistarin dhe nuk i beson. Mirë për nëse i beson magjistarit, nëse i beson faltorit, atëherë rreziku është edhe më i madh. Pejgamberi alayhis salam thot: ku shkon tek magjistari dhe e pyet magjistarin diçka dhe i beson në atë që thot, ai ka mohu atë që i ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka mohu Kur'anin famlart. Allahu xhalla xjalaluhu në shumë ajete kuranore neve na tregon se gajbin, të mshiftën, të ardhmen nuk e di askush tjetër pos Allahu xhalla xjalaluhu. Allahu xhalla shanu është ai i cili e din. Ti dhe unë, magjistari dhe ai tjetri askush nuk e din. As pejgamberi Allahu xhalla xjalaluhu nuk e din gajbin. As pejgamberi alayhi salam nuk e ka dit gajbin. As Gjibrili alayhi salam.
as meleku më i afër mi Allahu xhela xhelaluhu nuk e ka ditë gajbin, si ta dini njeri i cili kur badhi i tij në sejdë nuk ka ra, si ta dini njeri i cili kur nuk ka marr abdes, si ta dini njeri gajbin i cili as një namaz nuk e ka falë në jetën e tij. Allahu Gjeleshanu është ai cili e din gajbin. Një ditë prej ditëve, Aisha radiallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, çka janë fallxorët? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë lejsu bi shay, ata nuk janë asgjë. Ata nuk janë asgjë. Fallxorët nuk janë asgjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu i kishte përgjigj Aishës radiallahu anha. Aisha radiallahu anha tha ja Rasulallah, ndonjëherë po e qëllojnë, po e din ndonjëherë. Tha pejgamberi alayhis salam, tha fjalën e vërtet, ndoshta gjini shejtani ja thot ndonjëherë, dhe pas asaj fjale ja qet edhe 100 rana. Andaj fallxorët nuk janë asgjë. Falltorët nuk janë asgjë. Njeriu duhet të mbështetet Allahu xhela xhelaluhu. Atë që e ka caktuar Allahu xhela shanuhu, ajo do të ndodh. Atë që nuk e ka caktuar Allahu xhela shanuhu, po të boheshin edhe gjithë njerëzia, vallahi nuk mundet me të ndodh asgjë. Andaj të kemi kujdes, të drejtohemi Allahu xhela shanuhu dhe mos të shkojmë tek falltorët. A e di vëlla jam i dashur se shejat e falltorit cilët janë? Prej shejave të fallxorëve janë se kur shkosh tek ai kërkon emrin e nënës apo të babës. Kërkon ndonjë tesh që e ka vesh ai njeri i cili është i sëmur. Kërkon ndonjë fotografi apo kërkon ndonjë kafsh apo ndonjë shtaz apo diçka tjetër kërkon prej teje. Këto janë pra disa nga shejet e fallxorëve. Nuk kemi nevojë të frigohemi fallxorëve. Nuk kemi nevojë të frigohemi atynve, mirë po të frigohemi Allahu xhela xhelaluhu, të frigohemi krijuesit ton, i cili na ka kriju, i cili na ka dhënë shpirtin dhe i cili na merr shpirtin, Allahu xhela xhelaluhu. Çështja e gajbit është tek Allahu xhela xhelaluhu. Vetëm Allahu xhela shanuhu e di gajbin. Askush tjetër nuk e di gajbin. Qoftë edhe pejgamberi Allahu xhela shanuhu, qoftë edhe meleku më i afër mi Allahu xhela xhelaluhu. Nuk guxojmë ne mi besu njerëzve, e sidomos në gajb. Po ta kishte ditë gajbin magjistari, ai me siguri që kishte përgatit vorrin e tij dhe kishte pas dëshirë që të vdes në mënyrën më të mirë, në vendin më të mirë dhe më të dashur tek Allahu xhela xhelaluhu. Mirë pa ai nuk e din gajbin. Ai me dit gajbin me siguri që e kish ndal djalin e tij dhe nuk e kish lënë me shku dhe me boç mos. Me dit gajbin, ai me siguri rreziqe që ndodhin, ndeshje që ndodhin me siguri e kishte ndal veten e vet. Mirë po kjo tregon se ai është mashtrues. Ai është mashtrues vetëm se i mashtron njerëzit. Po ashtu kemi edhe disa dobi. Për dobive është se nuk lejohet të shko tek magjistari, tek fallxori dhe të kërkohet që të tregon diçka për të ardhmen tënde, nga se ardhmja nuk është regjistruar, nuk është regjistruar dikun që me e pa njerëzit, ato vetëm Allahu xhela xhelaluhu e din. Po ashtu, për dobive është se magjistari ka mundësi ta çdhon një çështje dhe 100 rana tjera me i qit
sikur që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur është pyet, po ashtu, prej dobive është se falgjor janë të gjithë ata të cilët qoftë edhe lexojnë në dorën tënde, thot hape dorën dhe ta lexon dorën tënde fatin tënd. Edhe ai është falgjor. Falgjor është edhe ai njeri i cili këqyr filxhan. Edhe kjo është ndaluar në fenë e Allahu xhela xhelaluhu. Qoftë edhe shikimin filxhan apo hedhja e shkolkave apo diçka tjetër, edhe ajo është prej fallit që nuk lejohet, po ashtu edhe horoskopit të cilën për fat të keq rinia jonë sot janë të zhytur me horoskop dhe nuk i intereson asgjë tjetër pos horoskopit. Mendojnë se horoskopi do ta tregon fatin ton, me kon kemu taku dhe ku kime shku, me kon kime nedh dhe me kon kime pi kafe sot. Wallahi, këto e në gënjeshtra, këto e në mashtrime të shejtanve. Andaj, njeriu i cili dëshiron me pas besimin e pastër, bindjen e pastër, njeriu duhet i largohet këtyre cytjeve të shejtanit, mashtrimeve të shejtanit. E lusim Allahun xhela xhelaluhu që të na largon nga falltorët. E lusim Allahun xhela shanuhu që të na ruan nga sherri i këtyre njerëzve, se sherri i këtyre njerëzve është shumë i madh. Wallahi, dami i këtyre njerëzve është edhe më i madh se dami i hajnit, edhe më i madh se dami i drogës dhe i alkoholit. E lusim Allahun xhela xhelaluhu që të na mbron nga sherri i këtyre njerëzve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محيا